Pieri! Hajde, puqi! Jakub? Apo Boku? Boku! Boku? E pe atë belon o no? E hodhi kështu nga fuqia. Mo. Bët le pivi. Mos më bëj pis. Vel pra e ka ngrën kloçkën. E ka ngrën kloçkën. Ulu poshtë. Djali polo këtu. Shife si mile qumshi, shife? E shef? Ja, shife? Po ja më shife si e po e bën. Po nutrim me mami. Del. Je shumë e bukur, maj. Je shumë e bukur. Mos e trembo mas do të haj. Be. Po pse e trembo Pieri? Hajde, mami. Ja unë atë jashtë ai me mua atje. Non c'è via djali moj. Nesër mos e ço. Nesër. Ato puletja me patë. E përzien. Ja. Gjysën jam gati të shpërngulem që nesër. Po i. Kap qik perëndimin, lëre kupin. Pieri! Pieri e bëri shumë pis të pehgu në një televizi, po kemi arë pehgu, jo, mësë është pis tomatët? Nuk arën se qa pehgu është, kemi ardhur në banjë. E me këllim tani. Pastaj do të shkojmë të tezja ime prapë aty, të bëham drekën e televizi. Kamja është spektakël. Për mungesa, e di, ju premtoj që jam mungesa me justifikim, kam letër nga prindri, okej? Zysh, mësuse, okej? Tani, se ju nuk e keni parë ende, por, mbylleni syt, në Instagram e fakt, kam postuar shumë një zgrim të vogël, por, tada! Ja ku jam! Ja me qëfar jam marrë gjithë të kohë. Ups, në zotë, se mos bëndë një dëmë tani në momentin të fundit. Jemi duke e paketuar, sepse po e qojmë tek Hana Corner Cafe, Hana Brunch. Warda më ka shkruar para shumë kosh, edhe pavarësisht se unë e mbylla me shumë vonesë këtë punë. Shpjegoj dot gjën që ndjej në stomak flutra, sepse do e qojmë tani atje. Nuk e dia, janë shumë emocione bashkë. E kam titulluar Vashëllat. Ju e dini që mua pëlqejnë shumë silueta e gruas, çdo lloj forme e saj. Edhe nëse shihni gjithmonë në ato, nëse shihni në anart gjithmonë do shihni ose portrete, ose silueta trupash, sepse thjesht gruaja, trupi i gruas është burimi i jetës, so I love it. As pak në një formë të seksualizuar, por I love it si një art, do me thënë, është, nuk e di, është burimi, me pak fjalë. Vashëza tani do paketohet edhe neve do ta çojmë tek Hana. Atëherë që nga Gjermania ju kujtohet kjo? Sa po është porositur, po thjesht duhet ta izolojmë me materiale me varnish dhe do ta bëj gati me do shkojmë kjo te shtëpia, me shumë shpejtë. Nuk e di nëse do jetë në atelier apo te shtëpia e gocës që e ka porositur. Goca që e ka porositur e njoh për shumë vitesh, edhe është hera dytë që ajo blen diçka nga anart.
Zot faleminderit, nuk e di. Se i zipiti. Okej, Don't do that. You're almost there. Poczułam, nie? Prato ta shikoj. Qa pyetje bëre ti, ku iku? Qa pyetje bëre ti, ku iku? Piktura jon. First things first, piktura s'është me jonë. Se ka pronar të ri tani. Se harrova t'ju them, ju betohem e di? No, pse? Hello! Sot është e shtunë dhe neve jemi nisur për në pishinë. E di qa po mendoja që Pjeri është 5 vjeç e gjysmë dhe kjo është hera ti e parë në pishina. Literalisht, dhe praktikisht. Apo jo Ergus? Nuk kemi shkuar në fakt për shumë arsye. Pas edhe kjo frika jo infekcione, baktere, se quna, you know. Edhe kam hezituar gjithmonë, nëse zgjidhja më përpara ishte gjithmonë më mirë të shkoj në lumë ose në det, që është burim natyror edhe rrjedhë dhe qarkullon. Edhe kam pasur një çik të frikën e pishinave, po mbas edhe unë nuk jam një vetë frekuentuese pishinash, nuk kurse kam qenë. Por tani Pjeri është i rritur edhe kërkon. Neve jemi goxha vorë, në fakt se shqipen jo, është ora 12. Sa vati 12? 25, për të qenë të sakt. Dhe po shkojmë tani te një tip rezorti, janë nga Gjirilalsit. Nuk e di si do jetë. Kur e pash në Instagram, më duke vogël, po nuk e di tani se s'më ke dhe iluzion optika, mund t'jetë me vogël nga që duket ose me madhe nga që duket. Me atë idenë që t'jesh pasë nuk. Pas ka traket. Edhe nuk e di. Pas ka as njerës super për neve. Për qef. Kemi gjithë pishinën për vete, vetëm ja 2 njerëz që kanë, do t'i hapim pufkat. Juria, posiciono një. Qa do hash ti Pjeri? Janë vetëm ata. Aha. Kemi një të 3. Po.
Adesso non tengo. Bando. Non si è venuto sulle pianta solo. Il y a plein de... Ku po ikën ti? Te maratona? Ku po ikën? Ne mbyllëm edhe lojën nga parku. Tani ikim. I prefer a deranged genius, but thank you for the... Shikoni që kam nisur të bëj. Uroj të mos ketë shumë zhurmë, po ja se po e marrë këtë. Një sekond tani, sepse e mbani mend një mbulesë të bardhë që e kam pasur. Te këtu kur bënim ndonjë shtrim neve dhe pinim ndonjë gotë verë, pikonte ndonjë gotë verë, se me flitë të vogël e keni parasysh edhe nuk kisha kohë që nuk e vendosja. Dhe shikoni se çfarë i kam bërë. Ta-da! E kam qëndisur, e kam ilustruar edhe kam filluar ta qëndis, por ka aq shumë punë për të bërë kjo gjë, sa nuk e di domethënë, por është një dashuri. Unë kam bërë vetëm qëndrën, që do duket e tavolina dhe pjesën këte anësore t'i kam lënë, por me shumë mundësi do t'a mbush të gjithën, sepse ajo aty do t'a ketë lezetin. Po thash ta bëj ta shijoj njerë këtë, ka çdo gjë, por do t'a mbush akoma. Dhe tani kam qëndisur vetëm këtë krill, një baget, këtë jo nuk e kam qëndisur, një ngjall, kafe, një shandan. Kam nisur këtu të qëndis një si tip repe, shepujke, ku di unë. Se qëra? Varja. Kam qëndisur tjetër një lobster, edhe një guack, do dali shumë e bukur. Po, jam los shumë në fakt. Qa kam bërë tjetër? Duke krijuar diçka, nuk e kam përfunduar akoma dhe është diçka e personalizuar. Ka pasur idenë më autentike në botë, nuk ja shpjegoj dot, mezi po pres që ta përfundoj, sepse thjesht kam bërë dorën e parë që ja kam çuar që ta shofi. Ja ku që ka kjo. Realisht ka qenë një ndër punimet më të bukura që do bëj, sepse është komplet diçka që i përket asaj familjeje, është jam shumë detaj, duke qenë se është gjë shumë personale dhe shumë e bukur edhe shumë kuptim plot.
O zot, kam qenë e lodhur, dje në fakt u stërvita dhe sot po ndjej shumë muskujt, ndjej goxha sor, edhe thash të bëja pak stretching, por ja që tani po bëjmë gati për të filluar mësimi dhe kohë nuk pata, me thënë të drejtën. Mbase do e bëj pasi të mbaroj mësimin. Dje na u shty mësimi për ditën e sotme dhe dje qëndrova në shtëpi se punova, pas ditë edhe nuk dola të lozë këtu me Pjerin edhe Kalaman. Edhe sot kam mësim, nesër kam mësim prapë edhe ju betohem djem sikur nuk më mjafton koha që kaloj me Pjer, sepse mbasditjen realisht e kam të shenjtë. Se e kam shumë të kufizuar këtë vit, po them, edhe ndjehem goxha në faj. Këtë fundjavë është dhe data 6 pushim, nuk e kam pushim nga shkolla, por Ergysi më duket e ka pushim, dhe ne kishim bërë plan që do shkonim në veri, ju thash, por e shtym për fundjavën tjetër, një natë, dhe nuk e din fare se çfarë do bëjmë këtë fundjavë. Duam të lëvizim, mbase shkojmë në Përmet, mbase shkojmë nga jugu. Jemi në qik pa planse dhe shumë të ngarkuar edhe nuk kemi pasur kështu ide të qarta. Po shikoj ato filmime që kam bërë nga Përmeti dhe shumica ishin pa audio, sepse kur do ketë kapur Ergysi atë mikrofonin tjetër ka një buton që bëhet mute dhe me shumë mundësi ka bërë mute dhe ç'ti bëjmë atje tani? Do ta ndaj, do ta divorcoj. Ergys! Hajde pak! Mos e prek më atë mikrofonin tim se ma bën mute. Ok. Këto bluzat e Sinsilianës, nuk e di, e mbani mund këtë? Ka marrë malli të punoj me Sinsilianën. Gjitha në gjendje perfekte. Vallai perfekte janë, dhe një që shikoj asnjë pushavitje. Edhe qëndisa? Qëndisa patjetër. Është sustainable dhe qëndrueshme. E po thaj që po shikoj ato filmimet e Përmetit që ishin pa audio dhe ju betohem. Teza ime ka ajo shtëpia, se nuk ja tregova, por një pjesë mbrapa shtëpisë, se e ka pasur dyqan teza ime në kohë të vet. Edhe më tha shkoj te moteli se dua të vi të jetoj këtu. Thot hajde ja ku e ke merri, rregulloje. Nuk e keni ide se sa herë mendoj, se me punët që unë bëj, mund të punoj nga të dua. Problemi është Ergysi që nuk e ka punë remote, dhe nëse puna Ergysi do bëj remote, problemi atje është që s'ka spital, edhe arsimi, do të thënë, këto janë këto pikat kyçe. Midis Tiranës dhe Përmetit e mendoj gjithë kohën. Por do më duhet diçka shumë e fortë dhe shumë e madhe se sa dashuria që kam dhe dëshira që kam. Do më duhet diçka që ta lidhi këtë ndjesin time. Kemi qenë vegjël, mezi prisnim të largoheshim nga shtëpia dhe urdhëroi tani jemi plus 30 vjeçë dhe duke menduar të kthehemi. Por edhe më pëlqen kjo gjëja se njoh shumë njerëz që e mendojnë kthimin dhe janë të gjithë duke jetuar praktikisht jetën që mbase ku kemi qenë vegjël e kemi ndërruar. Se di, nuk e di. Ndoshta kur të rritet Pierushi. Po jo se nuk e mendoj, betohem. Nuk e di nëse ndonjëra nga ju pasi ka eksploruar, është kthyer në qytetin e lindjes. Më tregoni pak, do me thënë si e keni bërë këtë adaptimin me një slow life, po unë nëse do doja të shkoj atje, nuk do doja të jetoja, me thënë, prandaj them që do doja diçka më shumë. Pa ajo që dua unë është shumë e kushtueshme. Se ti normalisht do shkosh për diçka më tepër nga që të ofron vendi që je, të tipi të ndërtoja një shtëpi, të kisha baçe, të kisha 2-3 pula që të haja vezën, do me thënë nuk e di, se qumshin e deleve për shembull e marrte teza ime e fundit fare. Do me thënë nga këto ide. Kështu dhe shikoj atë balerinas fare, me keni parasysh që ata jetojnë diku nga nuk e di në Utah, besoj. Njerëzit të duket aq e thjesht, por që ta bësh atë gjë do miliona lek. Which we don't have. Se nuk vim nga pasuri gjenerative. Por realisht nuk ka ditë që nuk e ndërroj atë jetën slow. Nuk e di. Dhe tani me zipres që të shkoj prapë në Përmet, po me zipres.
E di që ky vlog ka qenë shumë i kërkuar dhe e di që mos si gjithmonë nuk është se ju jap shumë, por realisht tani po ndaj shumë gjëra dhe në Instagram dhe po mundohem që çfarë do shihni në Instagram nuk do ta shihni këtu. Dhe it's been a struggle dhe është një çik sfidë më vete, sepse jeta ime nuk është se kaq shumë adrenalinë dhe aktivitete dhe aventura. Jam thjesht një mamë që mundohet të bëj më të mirën për vete, për familjen, për fëmijën, për ëndrat e saj dhe po ka ditë që dhe nuk bëj asnjë gjë. Dhe e jap vetes time atë give myself grace to rest. Do të thënë se shqyrë, do të thënë nuk jam shumë falendëruese që kam mundësi ta bëj këtë gjë. Do të thënë se e di që kur isha në Gjermani dhe me punën që bëja atje, nuk e kisha luksin që kishte ditë që më qante çdo qeliz në trup, më dhinte çdo gjë, edhe nga ana emocionale dhe nuk kisha mundësi që të stopoja. Nuk kisha mundësi të mos shkoja te puna. Do ditë, nuk ka ditë që kalon dhe momente unë nuk falenderohem realisht. Se harroj ndonjëherë që gjithçka që kam merr gysin që kemi ndërtuar është gjithçka që kemi ndërruar dhe e harrojmë ndonjëherë të gjën dhe kur ulemi dhe bisedojmë ndonjëherë them shiko. Uroj shumë që Pierre të rritet me këtë ndjesinë të qenurit minjos, nuk e di, nuk ka ndjesi më të mirë. Do ta mbyll, se do bëjmë gati për në shkollë. Jam me një dhimbje koke, me një dhimbje kështu, më dhëm që ky nerv, më dhëm ky muskuli këtu kur e bëj qafë. Edhe pak shpatulla, po nuk e di, mbase mund të jetë në një lloj ftofjeje, nuk e di. Faleminderit që më keni pritur dhe më keni duruar dhe më keni dërguar mesazhe dhe më keni dërguar ultimatume. Ato ultimatume ja dhuroj realisht. Ato betohem janë fix si çekiç te koka që më thotë ta janë merre kamerën, hape, mos u bëj dembele, mos hezito, domethënë betohem. Janë mesazhet që ja dhuroj. Sidomos kur janë kështu. Domethënë që neve e kemi një farë konfidencë dhe dikush nga ju mund të më shkruaj Dana. Goca, ku e ke blogun? Ai është momenti më i bukur që ekziston. Ju kam shumë gjanë, mos harroni të bëni subscribe dhe like dhe comment, sepse do të thotë shumë për mua dhe më jep një shumë hovë dhe kur e shikoj të ato insights që YouTube-i po e bën push këtë video dhe normalisht unë kam dëshirë që të kem komunitet sa më të gjerë edhe këtu në YouTube se jo. Ju kam qanë edhe bashkë të shifemi. Kam frikë ta them javës tjetër. Do shifemi së shpejti. Ciao!